Bravo, vajza, bravo. E keni qashime, si mu e kaloj këto flutra e mahit. Atere, do të flasim për një fenomen fakt që në qytetin e Tiranës, por jo vetëm, është shtuar shumë. Shfrytëzimi i të miturve. Prisnim në fakt reagimin e institucioneve se kemi ka hera, i kemi xhiruar, i kemi ndjekur e së ndjekur, vazhdojnë të njëjtën histori. Dhe jo vetëm ato në fakt. Fëmijët e vegjël që kanë braktisur shkollat, jo sepse duan dhe nuk mësojnë, po se janë prindrit e tyre që i thënë, hajde tashi, mere shit lule, se kemi nevojë, mere shit cigare, mere kujduan kërko lek në për rruga, apo kujduan çfarë tjetër dhe nona, baba, apo jo vetëm baba, rinë për kafe, dahonet, mosh shatë keqë, qepi qef. Kalamajt punoj. Kalamajt e shkret, se në shi, se në djel, dalin, shesin lullet, shkretët, shfrytëzohen. Sigurisht kam praktisur një shkollë, arsimi në nënveçare që detyrueshëm me ligj. Xhaxhi polici që i shef në rrugë duhet thotë ku që kanë nxjerrë juve këtu. Një xhaxhi i ministrisë, apo një teta drejtoreshe që ka një abuzime, po ka bullizime, po ka fjalë, po ka sharje. Apo një teta drejtoreshe a shkollës që thotë, ore, ku është Emiri me Gentin sot? Që s'ka nërë në shkollë? Po bura një kontrol ke shkollë, ata të dy janë përshqitja vogël e shkrepseve. Ato, po, bravo. Të fabrikës Shlaps, ka qenë ajo, shkrepse të fabrikës Shlaps ke Lenini. Ke parë Leninin? Leninin e kam parë. Jo, dramën e vënë në teatri kombëtar Lenini. Ajde shkrepse të fabrikës Shlaps. Digjeni pak havin e parë. Pra, vetë rinë në kafe si që dhe i patë, nëna. Do isha shumë dakord, nëse ata të dy të rrituri do punonin një tezë. Dhe pas orari shkollës, këto dy fëmijë ndihmojnë për i pa diskutimër, nuk kam asnjë kundërshtim. Absolutisht jo. Po jo të rishin kafe dhe dy fëmijë mitur punojnë rrugë. Edhe ditë shkolle, ditë me shije, me diellë, ku diun çfarë tjetër. E patat momentin që nxori lekët, thamë në gjinaf i dhaj 2000 lekë asaj gocës. Edhe i 500 që hekër i thashë, ai është daja me demek, po nuk është daja. Po duhet ta them për shkak se nuk është kjo e rëndësishme, po nuk është daja. Se fëmijët thotë daja. Ja. Diçka më pak se daja dhe më shumë se daja në një këndvështrim tjetër. Edhe qoj vajzën po thoja për të blerë paket minon për blerë cigare, se edhe i problem tjetër, a i shqit që ati që i ka dhoni minorene cigare, ka shqit. Më në këtë vend nuk e ku ta kapësh me lytë mend. Tu janë probleme zinxhir, si valja Osman Takës. Po tjetër më. Tu i kemi hallët zinxhir. Bravo, si Osman Taka valja, mirë thot Genti. Më thënë janë këto cigaret elektrike, ja shef 6 vjeç, 7 vjeç në shkollë, e ka bleva ka kioska, e bleva ka atje. Po pse jeni më? Po pse më buri dhe? Po vosh gjinof, më nuk e di më. Merri më
pu që probleme shka ky vend. Edhe probleme kështu të vogla që korrigjohen për herë. Këto s'po bëjmë dot ne. Se këto kapitull për në Europë, ata i marum në gjitha. Këto të vogla të bënë në hangër në shpirtin. Frimën e ozonit, të shkrina kullajve. Bravo, ariun polare, gjitha. Breshkën e Madagaskarit, i shpëtum të gjitha. Edhe populatën e balenave e shtuam. Bravo. Ndigjeni pak e përditshme këtyre fëmijëve. Ndigjeni. Sot bukur që ka. Sa janë ato? Do 5.000 lekë. Sa të bukur? Do 5.000 lekë. Po asi e shkollë tani ti? Po e ka marrë në zditë. E ke marrë zditë, që ore me? Në orën 1 shkollë. Po e voq klef? Po shkollë në Kopësht. Ku i merrni ju këto? I blim. E ke larkë shpinë në këtu? Në kam bagurot. Po me qa vjen? Me autobus. Me lule në autobus? Po tani ku i qoni të lekët? Ja për mamit. Ku i shisni në për lokale, a ku i shisni? Në për lokale. Qa? Zemër, po s'ke ftote shupi, po qaj pa? Se ke emrin dit? Pa të rregullojmë bashkë. Ja e thash pa zbate. Kamën tjetër. Fute kamën tu. Nuk e di se sa ka rrugëve të e Tiranës. kuptoni ju këtë Dhe sa situatë. ka rrugëve të Tiranës. Se ndonjëri nga ju pa le të shpriste që fëmijët ku dëgjon. Ja pra kaq mjafton. Kjo është një moderne e migjenit. Një moderne, një fëmije që ropatet e shfrytëzohet. Do thotë ju e ka qitë nona vetë, ky është gabimi më i tmerrshëm. Po si mundet, ai fëmijë duhet të ishte në shkollë, ai fëmijë duhet të ishte i veshur mirë i shkreti, apo ku diun ngrohtë në një klasë, të fliste me shokët dhe shoqjet e klasës, me mësuesen kujdestare, apo ku diun të historisë apo të letërsisë. Jo më vëlla fare. Jam i sigurt që një koment nga ju do të palenet, punojnë shkretët, se s'kan qatajnë. Ti do japësh për tongër? Ajo që macaronë është janë prindrit kecepi ati që në kafe dhe punojnë. Kafe dahon gjithë ditën atje, bukur. Në një moment, folë me vajzat. Që daja, thënë shkretat për dajen, a janë të vetmet, edhe gjetëm ne, më thënë, bëm zbulimin e shekullit, jo, bra, jo. Mjaftojnë këto dy fëmijë, këto dy vajza, njëra më e vogël e tjetra pak më e madhe, për të kuptuar ose për të parë që në Tiranë ka plot të tillë, po pa fund më. Nuk jam kundër atyre zonjave apo zotrimeve që dalin fundjavë për të rrejt menën, për të qitë një trëndafila karefil, që janë nga monat mëdhenj. Le ta bëjnë, okay, normale, kanë gjithë botën. Po fëmijë i vogël, a keni vënë re kështu fëmijë të vegjël jashtë shtetit ju shqiptarë që brillen keni qef turizmin në Itali, në Francë, në vende tjera, keni pa kështu fëmijë duke shit? Ja. S'ka atje. A bie madhe, ha? S'ka fëmijë të vegjël atje në Itali, në Francë? Nuk blen kush lule atje. Nuk blen kush lule. Po nuk atje, këtu kene lullet janë gomerët. Në Francë blehet lulja. Po s'ka kështu fëmijë të vegjël, a bie madhe. Atë që shesin cigare apo ku dëgjon. Ja. S'ka Franca fëmijë të vegjël fare, Më kujtohet ajo faza që dilin me cigare kështu. Po. Kamë plot akoma që vinë vërdat shkretët. Digjeni. Cila shkollë jeti? Po ti një zot ditë që shqisni? Ma të kamionqinën e barë që zbëjtët me lullet, keni dhe vajnë tjetër atje? është të vogël e? I e lodhër duke që të lullet? A për pak. Keni shumë për qytësat? Ishte fugoni plot, ajo kamionqina? Babi është ai? A i burri? Ja, da. Se babi nuk i kam është në lejë. Po këtë e cila qërve? Se Se ti?
se di. Po ti sa vjeç jem? Janë 12. Mbas ikni nga këtu, të cilat zonjë çan mami tjetër, ku e çan tjetër? Do të partitë është në partitë më poshtë. Deri në dalë rrini duke shitur? Po na nuk të bëhet ti në shtëpi, Daja rrimi u shpi? Jo. Kur i daja? Ka shtëpinë e vet. Legët pastaj e çon i dajas edhe mamit. Jo, vetëm mamën e çish. Daja vinë merr të shtëpia me atë kamionçinon apo? Po. Sa është një? Unë në përshqip pas ka dalë sot? Po ke çadrën ti? Mos dil në shimi. Këtë do më? Atë 3.000 lekë. Në dhe këtë. Se kemi dalë në përshqip, mora. Gjitha të kemi manë kërën nga shtëpia deri këtu? Po, në autobus. Në autobus i morë gjitha Se mu kuj keni ata? Babro. Prindrit more? Aha. Mami ka shku të shumë klubë. Edhe mami? Po ti, ke stot? Se po vje shumë shqipe, ndaj. Ke shqit vërë sot? Apo kjo është e para? Kjo është e para. Pra, në këto 1000 reforma që Ministria e Arsimit dhe Ministria e Brendshme ka bërë dhe në arritjet e saj, mos është ka ardhur koha një herë mirë, po jo vetëm 2 muaj, sa për thonë që e bëm, pa një reforma pluk, ta kthej për mysë gjithën, me një grup përbashkët, Ministria e Arsimit dhe të Brendshme, me një inspektor e me një mësuese, me një inventarizim sakt fëmijëve të lagjes se ku janë, kus janë, që duhet shkojnë në shkollë. Arsimimi fillor është i detyrueshëm. Me detyrim. E nëse nëna ka probleme, apo familja ka probleme, ke zyra punësimit, ka sot nevojë për punim në sektorin ndërtimit, e në sektorin duraluminit, e ku nuk ka, sot për mushë Tirana me indiane, pakistanes, dhe mirë bëjnë, për shpënda ushqime me thora e me gjona. Deri dhe motoristat po na vinë indianë. Po, ka punë sa dush, e pa të shinë që fësi u do një punë, që të merë një 30.000 euro, duke mjedha shasha, shu punësh nuk ka, nuk të ofro shteti. Por nënës që rinë kafe gjithë ditën dhe pret që ti bif goca, i 5.000 lekë që shetë ato lullet, hajde këtu zemra, puno ke pastrimi peshkut, apo ke fasoneria, apo ke ndërtimi, apo ke spitali, apo ke kopshti, pastruse që ke, sa të shkollke. Dhe ka i rregullohen të gjona jere mirë. A nuk e din kujtoni ju? E din mi zemra po kanë menen, në përtendrat e uniformave, të librave, janë miliona euro kujti plasi me nereze, po shiskën 400-500.000 tiron lule, apo cigara, apo kujti shver tjetër. Që janë rrugë. Që kënë rrugësh ato, ne të kena fmi tonë regull, thënë ata. A i kena tonë tja shtetit. A, bravo, hëpë morë shakinjë. I rrisin vetë. E bëjnë që dunë, themi pas pak. 067-220-88-88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.